billahi minash shaitani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi janë për Allahun krijuesin absolut të gjithësisë. Vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona si dhe pranimin e veprave tona. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë nderuar, vazhdojmë me trajtimin e jetëshkrimit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe siç e dini, kemi mbaruar me pjesën e Taifit me përjetimin që Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e përjetoi nga banorët e Taifit, në veçanti nga krerët e Taifit, të cilët në mënyrën më mizore të mundshme e dëbuan nga Taifi, ndonsa ai kërkoi nga ata që ta adhuronin vetëm Allahun dhe as tjetër përpos tij dhe që ta pranonin për pejgamber të Allahut. Kemi treguar dhe se si është lutur pas kësaj ngjarje pejgamberi i Allahut dhe se si Allahu subhanahu wa taala e ka dërguar Xhibrilin alayhis salam dhe së bashku me të edhe melekun e kodrave për t'ia plotësuar çdo dëshirë dhe çdo lutje që ai mund ta bënte, sepse padrejtia në raport me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam arsyetonte edhe çdo lloj duaje që mund ta bënte kundrejt banorëve të Mekës pejgamberi i Allahut, por ja që ai ishte mëshirë për gjithë botën, siç e përshkruan edhe Allahu në Kur'an, dhe i cili u lut që Allahu prej tyre të sjell pasardhës që do të adhurojnë Allahun hak dhe nuk do t'i bëjnë shirk në adhurim atij askë dhe asgjë, ashtu edhe siç ka ndodhur përgjatë historisë. Gjithashtu kemi thënë se pejgamberi i Allahut gjatë rrugtimit ishte takuar me një grup e xhinesh të cilët e kishin pranuar Islamin, një mrekulli e Allahut subhanahu wa taala dhe një ngjarje që tregon për një realitet të pamohueshëm, për një botë paralele që jeton me ne, që ne nuk i shohim pa ta na shohin, pra botën e gjindëve. Dhe një herë kemi treguar që në afërsitë të Mekës, Zeid bin Haritha, shoqëruesi i pejgamberit të Allahut, një herë të shërptori i tij asaj kohe, kërkoi nga Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam që të mos kthehej në Mekë, nga frika se mos do t'i ndodhte diçka. Fakti që pejgamberi i Allahut kishte shkuar në Taif dhe kishte kërkuar prej tyre që t'i bënin strehim dhe ta besonin Allahun, kjo përbënte rrezik për jetën e tij, alayhi salam, për arsye se në momentin që do të dëgjonin banorët e Mekës, e në veçanti krerët e Mekës, atëherë ai do të ballafaqohej me sulme nga më të ndryshmet, madje edhe me kanosje për vrasje. Prandaj Zeidi tha, le ta shikojmë një vend tjetër dhe të mos kthehemi në Mekë, por pejgamberi i Allahut tha, Allahu është ai i cili e mbron fenë e tij dhe është i cili e mbron dhe pejgamberin e tij. Prandaj pejgamberi i Allahut para se me hyrë në Mekë, i thot një personi nga fisi Beni Khuza'a, një Khuzaiu i thot, shko tek El Akhnas bin Shariq, një prej elitarëve të Mekës, i cili ishte jo besimtar dhe i cili ka vdekur si jo besimtar fatkeqësisht. Dhe shkon edhe i thot, po kërkon prej teje strehim Muhamedi. Është një zakon, ka qenë një zakon, një tradit, një ligj në Mekë që ai i cili e merr dikën në strehim, e merr mbes faktikisht. Çdo kusht tjetër e ka të ndaluar që ta cenoj jetën e tij. Dhe kur shkon ky person nga fisi Beni Khuza'a me urdhër të pejgamberit të Allahut, i thot, kështu Muhamedi po kërkon prej teje strehim dhe besë që ti ta marrësh përsipër, në mënyrë që ai të futet në Mekë dhe të mos i ndodh atij asgjë. Por ky arsyetohet me një arsyetim të pabazë. Thot, unë nuk jam banor autokton i Mekës. Thot, unë jam ardhacak, unë jam i ardhur dhe mua nuk më lejohet që ta marr dikën mbes. Pra, e dha si një lloj arsyetimi për mos më e marr mbes pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Atëherë shkoi ky person dhe i tha Muhamedit alayhis salam se El Akhnas bin Shariq nuk po pranon që ty më të marr mbes edhe me të strehu me këtë arsyetim. Atëherë tha shkote Sehel bin Amir, gjithashtu një prej krerëve të Mekës, i cili fatmirësisht pas çelimit të Mekës e pranon Islamin. Kur shkon tek ai, edhe i thot kështu Muhamedi po kërkon prej teje strehim, besë që ti ta strehosh dhe ta marrësh mbes. Ai thot nuk i takon fisit Beni Amir me e marrë mbes fisin e Lu'ej bin Ka'b. Lu'ej bin Ka'b, Ka'bi ka qenë katragjyshi, apo në faktikisht ka qenë gjyshi i 7 i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka qenë vllau i këtij Amirit, i të parit fisit Beni Amir. E Sehel bin Amir është nga ky fis, edhe i thot, edhe ky gjithashtu e përdor një arsyetim pa bazë, thot nuk i përket vllaut me marr mbes vllaun këtë rast. Pra ky ligj nuk e përfshin vllaun me vllaun, që në këtë rast Kabi edhe Amiri kanë qenë vllazër.
Atëherë shkon tek pejgamberi Allah dhe i thot kështu edhe Sehel bin Amir nuk pranoi me të marrë mbes. Atëherë pejgamberi Allah e përdori edhe një shans të fundit. Tha shko tek El Mut'im bin Adi. El Mut'im bin Adi ka qenë, nëse ju kujtohet më herët kur kemi folur për embargon që ja kanë bërë muslimanëve, edhe për atë letrën e zullumit, letrën e padrejësisë që e kanë vendosur në Qabe, për me i bojkotu gjithë muslimanët, ky El Mut'im don se ka qenë jo besimtar, edhe ka vdekur si jo besimtar fatkeqësisht. Ky ka qenë për atyre të paktëve që e kanë mbrojt pejgamberin e Allahut. Ka qenë për të paktëve që i ka ndalë ndihmë edhe e ka luftu embargon ndaj muslimanëve. Dhe këto pejgamberi i Allahut se ka harru kur këtë mirë dhe këtë favor që ja ka bërë. Prandaj ka thonë shko te El Mut'im, se ka hajër në të. Edhe shkon edhe i thot ky njeri nga fisi Beni Khuza, i thot kështu Muhamedi po kërkon prej teje që ti ta marrësh në besë, ta strehosh që të futet Mekë edhe ta mbrosh atë. Thot po e marr. Edhe e merr në besë. I ka pas 7 djem. Atë natë, bunë pejgamberi Allahut, pra flen të ky. Të nesër më në mëngjes, i thot El Mut'im, i thot pejgamberit Allahut, thot shkon Qabe dhe lutu, falu, lirshëm, se e ka ditë lidhjen që e ka pas Muhammed Mustafaja me Qaben, a.s. Ka thonë shko lirshëm edhe falu, unë e kam të marrë në besë ty. Edhe i thot 7 djem vetë, merr një armët, edhe shkonin Qabe, edhe rreth e për rreth Qabës, kini mu vendos edhe kini me rujt, mos dikush po e dëmton Muhammedin. Pejgamberi Allahut shkon Qabe dhe i fal 2 rekate namaz. I lutet Allahut subhanahu wa taala. Pasi përfundon namazi vjen Ebu Sufjani, që asë kohë ka qenë i pabër musliman. Edhe i drejtohet Mut'imit, se e kupton që ky ka ardhur si rezultat i mbrojtjes që ja ka bërë Mut'imi. Edhe i thot, a si strehues apo si pasues? Pra o Mut'im, a ke marrë mbrojtje si strehues? Apo e ke marrë mbrojtje si pasues, si besimtari i tij dhe pasuesi i tij, thot si strehues. Pra unë nuk jam musliman, po e kam marrë si strehues, sipas zakonit, ligjit Mekës që ka ekzistuar së kohë. Atëherë thot ne nuk e kemi zakon me i thy marrëveshjet tona, meqenëse se është për marrëveshjes që atë që e merr një banor i Mekës në mbesë, në strehim, të tjerët e kanë obligim me respektu këtë ligj. Atëherë thot ne nuk do ta prekim Muhamedit, do ta respektojmë marrëveshjen mes nesh. Edhe kështu pejgamberi Allahut i rikthehet normalitetit Mekë. Edhe kështu Allahu subhanahu wa taala vazhdon me mbrojt pejgamberin e Zotit. Ndonë se kjo ka qenë një situatë shumë e rrezikshme për të. Ka qenë një situatë e favorshme për jo muslimant me e vrarë pejgamberin e Allahut. Por ja që Allahu e merr në mbrojtje edhe fenë e tij, por edhe pejgamberin e tij. Pas kësaj ngjarje, ka ndodhur 3 ngjarje radhazi që gjithashtu janë ngjarje madhështore. Ngjarje 8 madhështore. E para është Israja dhe Miraxhi. E dyta është Bejatul Aqaba el-Ula, besatimi i Aqabes së parë. Edhe e treta është hijreti, shpërngulja nga Meka në Medinë. Ngjarja që unë do të përqendrohem sot është ngjarja e Isras dhe Miraxhit. Duke qenë se kjo ngjarje nuk është që është e padëgjuar për juve, por është ngjarje që meriton trajtim pak më të gjerë dhe pak më të thellë. Unë do t'ja kushtoj disa ligjërata në mënyrë që të marrim mësimet më madhështore nga kjo ngjarje. Fillimisht do ta trajtoj nga aspekti i definicionit, se çfarë do të thotë Isra dhe çfarë do të thotë Mirax, pastaj nga aspekti historik se kur mendohet që të ketë ndodhur kjo ngjarje, dhe së fundmi edhe nga aspekti i korrigjimit të një gabimi në raport me mënyrën se si ka ngjarë kjo ngjarje. Nga se ka të atill që e kanë keq kuptuar dhe kanë keq interpretuar ndodhinë e Isras dhe Miraxhit. Fillimisht sa i përket kuptimit El Isra dhe El Mi'raj. Israja e nënkupton etimologjikisht, pra gjuhësisht e ka kuptimin e ecjes gjatë natës, kur dikush del edhe ec gjatë natës. Esra, pra dikush që ka dalur. Në kuptimin terminologjik e nënkupton bartjen e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam prej Mekës në Mesjidul Aqsa, në Quds. Ndërkaq Miraxhi në kupton udhtimin apo bartjen e pejgamberit Allahut nga Mesjidul Aqsa, nga Qudsi në Sidratul Muntaha, në horizontet më të larta qiellore, atje ku asnjë krijesë e Allahut s'ka mujt me shku përpos Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket aspektit historik se kur ka ndodhur, Imam Nevaviu mendon se kjo ka ndodhur një vit para hijretit. Një vit para hijretit. Madje sipas Imam Nevaviut, kjo çështje është, domethënë e pa kontestueshme. Imam Dhahabiu përmend se ka ixhma për këtë punë, që një vit para hijretit
ka ndodhur Israja dhe Miraxhi. Por realisht nuk ka ixhma. Vetë fakti që ka pas deri në 10 mendime se kur ka mundur ndodh kjo ngjarje tregon që nuk ka pas ixhma. Sa i përket Imam Ibn al-Athirit, ai thotë se ka ndodhur 3 vite para hijretit. Pra historikisht ngjarja e Isra's dhe Miraxhit ka ndodhur 3 vite para se më ndodh hijreti apo shpërngulja e Muhamedit Mustafas dhe sahabe nga Mekka në Medinë. Por Ibn Hajar al-Asqalani rahimahumullahu jami'an, ky thotë ne nuk mund ta përcaktojmë datën edhe vitin se kur ka ndodhur, sepse s'kemi një argument sakt. Por ajo që e dim unanimisht është që kjo ka ndodhur para hijretit. Kjo është më së sigurt. Se kur ka ndodhur, a ka ndodhur 1 vit para, apo 3 vite para, apo kur, këtë nuk e dim. Dhe nuk mund themi se prerazi ka ndodhur në këto vite. Sa i përket keq kuptimeve që ka ndodhur për gjatë historisë islame dhe trajtimit të Isra's dhe Miraxhit, për mënyrën se si e ka përjetuar pejgamberi Allahut Isra'n dhe Miraxhit, unë në pak minuta do të mundohem të shpjegoj juve me lejen e Allahut subhanahu wa taala, gjithmonë duke u bazuar në argumentet kuranore dhe ato pejgamberike. Ne si besimtarë të Allahut, në radhë parë, e kemi bindjen e thellë, por ne si pasues të Kuranit dhe të Sunnetit, si ehlu sunne wal jamaa, e kemi bindjen e thellë se Israja dhe Miraxhi ka ndodhur me shpirt e trup, ka ndodhur në formë të zgjuar dhe jo në formë të fjetur, pra jo në gjumë, por në realitet, dhe atë vetëm një herë në jetë i ka ndodhur pejgamberit Allahut, nuk i ka ndodhur më shumë. Që do të thotë ka mendimet e disave që mendojnë se pejgamberi Allahut Isra'n dhe Miraxhin, për shkak se Israja dhe Miraxhi ngërthen në vetvete mrekullit pa përjetuara ndonjëherë, as nga ndonjë pejgamber dhe as nga dikush tjetër. Ata i qasen logjikisht, i qasen racionalisht kësaj çështje, edhe në pamundësi për me i pranu këto ndodhi si reale, e kanë trajtu sikur se ka ndodhur vetëm me shpirt. Pra kanë thonë që ka qenë udhtim me shpirt, por jo me trup. E disa të tjerë kanë thonë që kjo i ka ndodhur në gjumë, pra ka qenë ëndër dhe nuk ka qenë realitet. Por realisht, pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka përjetuar Isra'n dhe Miraxhin me shpirt dhe me trup. Dhe për këtë kemi argumente kuranore dhe pejgamberike. Duke filluar nga vetë ajeti kuranor i surës El-Isra, ku Allahu e shpjegon këtë ndodhi. Dhe thot: Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa. I patëmeta, i lartësuar, i madhëruar është Allahu, alladhi asra bi 'abdihi laylan, i cili e ka bartur, shpreha esra e ka bartur. Me çka e ka bartur? Hadithet tregojnë që e ka bartur me një kafshë që quhet burak. Do ta shohim inshallah javët e ardhshme. Një prej kafshëve të xhenetit që quhet buraku. Edhe thot e ka bartur natën min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa, nga Mesjidul Harami Qabja në Mesjidul Aqsa në Quds. Dhe shpreha që Allah e përdor bi abdihi, e ka bartur robin e tij, edhe gjusisht, edhe përmbajtësisht, e nënkupton faktin dhe argumentin se e ka bartur me trup dhe me shpirt. Pra në gjuhën arabe, kur thuhet, pardon në gjuhën tonë, kur thuhet ka ardhur Zejdi, a nënkuptohet që ka ardhur vetëm me shpirt apo edhe me trup? Normalisht që me shpirt e me trup. Kur thuhet ka shkuar Zejdi dika, nënkuptohet me shpirt dhe me trup. Pra nuk nënkuptohet që është i ndar trupi nga shpirti. Edhe Allah në Kur'an kur thot Subhanalladhi asra bi 'abdihi, Allahu e ka bartur robin e tij natën, i bie që e ka bartur me shpirt dhe me trup. Zatën këtu qëndron mrekullia vet. Këtu qëndron vetë mrekullia, që Allahu subhanahu wa taala e ka bartur me shpirt dhe me trup. Gjithashtu në surën An-Najm Allahu jep disa detaje pak më të shtuara rreth asaj se si ka ndodhur Israja dhe Miraxhi, kur tregon se si Xhibril alayhis salam ka ardhur, e ka marrë dhe se si e ka qenë në Sidratul Muntaha, në horizontet më të larta qiellore. Allahu thot: "Ma zagha al-basaru wa ma tagha." Ati as nuk i lakoi shikimi e as nuk i tejkaloi. Pra vetë fakti që Allahu po e përmend në këtë ajet kuranor, një prej gjymtyreve të trupit, që në këtë rast është syri, dhe funksionin e tij shikimin, tregon që përjetimin e ka pas me shpirt dhe me trup. Prandaj thot: "Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra." Ai ka parë, pra me syrin e tij, me shikimin e tij, me shpirt dhe me trup, min ayati rabbihil kubra, prej argumenteve të mëdha të Allahut subhanahu wa taala. Njëjtë siç Allahu tregon për Musa alayhis salam
në një surë tjetër, konkretisht në surën Taha, kur tregon Allahu subhanahu wa taala se si e ka urdhëruar Musën, fillimisht e ka pyet, çka bën ti me atë shkop? Thot, i tregon benefitet e shkopit që mos ta zgjas tash. Edhe në fund çfarë thot? Linuriye kemin ayatina, për të t'i shfaqur ty o Musa argumentet tona. Pra për t'i parë ti me shpirt dhe me trup o Musa argumentet tona, për t'i përjetuar ato. Pra ashtu siç ka vepruar Allah me Musën në një mënyrë tjetër, me disa argumente dhe me disa mrekulli tjera, që i përkasin kohës së tij, edhe personalitetit të tij, edhe ngjarjeve rrethanore të asaj kohe, kështu edhe me ty o Muhammed, Allahu tregon e thot, sepse i losës së pejgamberëve, madje e vula e pejgamberisë, edhe ne ty do të t'i shfaqim, do t'i paraqesim disa argumente që ti do t'i shohësh, do t'i përjetosh. E para se gjitha është vetë fjala subhane, që Allahu e fillon këtë surë dhe këtë ajet, që do të thot i patëmeta, i lartësuar, i madhëruar është Allahu. Shprehja subhanallah ose subhane përdoret në gjuhën arabe në dy raste, ose lit tenzih, ose lit ta'jib, ose për ta shprehur pastërtinë e Allahut, lartësinë e Allahut, pamundësinë për m'ia përshkruar Allahut një tmet. Për shembull, kur Allahu tregon në Kur'an, kur thonë krishterët se Allahu ka evlad, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, man yarthad subhana. Thot, ata kanë thonë se Allahu ka evlad. Thot, subhane, lit tenzih, për me pamundësu edhe me mohu çdo lloj mundësie që dikush me mendu që Allahut mund t'i përket një diçka e tillë, sepse ky është përngjasimi i krijuesit me krijesa. Por edhe në rastet e ta'jibit, në rastet e mahnitjes, kur Allahu dëshiron me shpërfaq një mrekulli, një mahni, edhe thot subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. I patëmeta, i lartësuar, i madhëruar është Allahu i cili e barti robin e tij natën nga çabja për në Mesjidul Aqsa. Pra këtu Allahu dëshiron të na tregojë se bëhet fjalë për një mrekulli, po të ishte vetëm në gjumë, nuk do të ishte më mrekulli, sepse në gjumë shohin ëndra këtë njerëzit. Në gjumë shohim edhe ne të ahiri zamanit, shohim ëndra të mrekullueshme, por kjo në neve nuk na bën diçka të mrekullueshëm. Por fakti që pejgamberi Allahut e ka përjetuar Isra'n dhe Mirajin me trup dhe me shpirt, kjo përbën mrekulli. Pastaj, pse ka ndodhur këto keq kuptime? Dhe me këtë po e përfundoj. Për arsye se gjitha këto sekte dhe gjitha këto mendime, qofshin edhe individuale, edhe të ndonjë sunnie, mrena ehlus sunnetit, ndodhin për shkak të qasjes së tyre të gabuar në raport me një mrekulli të caktuar. Në këtë rast, ata i qasen përmes logjikës së tyre, i qasen përmes racionalitetit tyre, i qasen përmes aftësive dhe inteligjencës së tyre njerëzore. Prandaj ju duket e pamundur që me shku pejgamberi Allahut me udhtu me një kafshë që është buraku, mrena natës nga Mekka në Mesjidul Aqsa dhe në Mesjidul Aqsa në Sidratul Muntaha. Pse i duket e pamundur? Sepse i qaset prej inteligjencës njerëzore. Po ti qaset prej inteligjencës hyjnore, do ta kishe shumë lehtë me kuptu. Allahu kur tregon për ringjalljen e për fuqinë e tij absolute, sidomos në surën Yasin, çfarë thot? Allahu thot: ai që ka krijuar qiellin dhe tokën, a nuk e ka mundësinë me kriju njerëz sikurse ju? Si krijesë, a është më madhështore qielli dhe toka apo njeriu? Qielli dhe toka janë shumë më madhështore. Shikoni çfarë bukurie ka qielli, toka, çfarë mrekullie, çfarë fuqie. Prandaj Allah thot, i plot fuqishmi që e ka kriju qiellin dhe tokën, është po i njëjti që e krijon edhe një popull të ri. A është më vështirë, thot Allahu, me kriju prej hiçit apo prej lëndës parë? Prej hiçit është më vështirë. Allahu ma ka kriju prej hiçit, prej inekzistencës. Prandaj, kur ne e kuptojmë që Allah është i plotfuqishëm, e kuptojmë gjithashtu që Allah ka fuqinë edhe me e bartë mrena natës Muhammed Mustafan prej Mekës në Mesjidul Aqsa dhe prej Mesjidul Aqsas në Sidratul Muntaha. Nëse inteligjenca njerëzore ka arrit përmes disa pajisjeve, përmes disa anijeve kozmike me shku në Han apo në Mars tash, as më mujë ka Allah subhanahu wa taala me çu një krijesë qiellit, këtë rast burakun, edhe me çu Muhammed Mustafan prej Mekës në Mesjidul Aqsa dhe prej Mesjidul Aqsa në Sidratul Muntaha. Pa dyshim se po, ai është i plotfuqishëm absolut. Ai thot kun fe kun, bëhet ajo bëhet. Prandaj për neve besimtarë të Allahut që nuk i qasemi Allahut me percepcione njerëzore, Allahun nuk e përfshin asnjë percepcion njerëzor, s'mundet. Krijesa krijuesin s'mundet me perceptu. Na mundna me ditë aq sa Allahu na tregon neve rreth tij, aq sa na kemi nevojë me ditë. Edhe s'ka mundësi lapsi njerëzor
Qenin në Allahut me e përshkru. S'mundet, është e pamundur. Është tensioni i lartë, e qetë, s'mundet. Prandaj këto ishin vetëm si hyrje rreth Isras dhe Mirajit, me lejen e Allahut, nga java e ardhshme do të zgjerohemi më tepër rreth kësaj ngjarje madhështore. Lutim Allahun me qenë i kënaqur me ne në çdo fjalë, në çdo vepër që ne flasim dhe veprojmë, sikur se kërkojmë nga madhëria e Allahut me ne fal mëkatet, ato që i dimë dhe ato që nuk i dimë, ato që eventualisht i veprojmë në fshehtësi apo në publik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërblet për dëgjimin.